Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku jep urdhër. Nëse vuani nga artriti, mos i fusni në gojë këto ushqime. Artriti reumatoid është një sëmundje inflamatore autoimune që prek rreth 1% të popullatës globale, shpesh duke u shfaqur midis moshës nga 20 deri në 50 vjeçare. Femrat rrezikojnë 3 herë më shumë se sa meshkujt që të preken nga ky lloj artriti, i cili çon në deformime të dukshme të nyjeve, ngurtësime dhe kufizim të lëvizjes. Nëse vuani nga artriti reumatoid, këto janë disa nga ushqimet që duhet t'i evitoni sipas ekspertëve të health.com. Nën produktet e qumshtit, kaezina, një proteinë që ndodhet të shumica nën produkteve të qumshtit, është e njohur për shkaktimin e inflamacionit dhe irritimit të indeve rreth nyjeve. Vaj i misrit. Ky vaj përmban acide yndyrore omega 6 të cilat mund të ulin gjithashtu edhe çekuilibrin e problemeve tuaja të nyjeve. Gjithashtu mund të çekuilibrojnë raportin me omega 3 dhe shkaktojnë inflamacion të nyjeve. Edhe vajrat si ato të farave të rushit dhe të sojës duhet të shmangen, pasi mund të krijojnë komplikacione në shëndetin tuaj. Ushqimet e skuqura dhe të përpunuara. Këto ushqime përmbajnë toksina si glutacione të cilat ndikojnë negativisht në oksidimin e indeve lidhëse si dhe qelizave trupore, duke përkecuar kështu simptomat. Kripa. Teprica e kripës çon në mbajtjen e ujit në trup dhe në rritjen e presionit të enëve të gjakut duke përkecuar dhimbjen e artritit. Duke shmangur këto ushqime mund të ndihmoni në menaxhimin e simptomave të artritit reumatoid dhe të përmirësoni dukshëm cilësinë e jetës suaj. Artriti reumatoid është një sëmundje kronike autoimune e cila përveç se prek kyçet, mund të prek edhe organe të tjera të trupit. Në përgjithësi, nuk është gjithmonë e lehtë të vërehet sëmundja, por simptomat e artritit reumatoid fillimisht janë të henshtura. Kushtojini vëmendje shenjave paralajmëruese të sëmundjes. Siç u përmend, artriti reumatoid nuk është gjithmonë i njohur në fillim. Për këtë arsye është e rëndësishme të mos nënvlerësohen disa shenja, si lodhjet, ngurtësimi në lëvizje dhe astenia. Mund të zhvillohet në çdo moshë. Nëse prek kryesisht femrat në moshë madhore, mund të ketë edhe raste të artritit reumatoid te të rinjtë dhe të rejat, por nuk është e lehtë të diferencosh atë nga llojet të tjera të problemeve të reumatizmës. Është shumë e rëndësishme të balanconi pushimin dhe stërvitjen. Nuk rekomandohet ushtrimi i aktivitetit fizik, sidomos për atë që janë në gjendje ta bëjnë, por është i kombinueshëm në momente pushimi për kyçet. Terapia mund të përfshijë gjithashtu masazhet ekspertëve për të lehtësuar ngurtësimin e dhimbjeve. Bëni ushtrime të lehta për të lehtësuar problemin. Preferimi i ushtrimeve me ndikim të ulët mund të ndikojë pozitivisht në lëvizshmërinë dhe fleksibilitetin e muskujve dhe të nyjeve. Ndërto mund të përmendim yoga, stretching ose disa ushtrime në ujë. Lodhja mund të menaxhohet më lehtë. Megjithëse janë karakteristike kësaj sëmundje, përpjekja për të mbajtur një orar ditor që synonon harmonizimin e një diete të shëndetshme, ushtrimet dhe gjumi i rregullt mund të jenë të dobishëm në menaxhimin e sëmundjes. Mund të nënvlerësojë shëndetin mendor. Artriti reumatoid është kronik edhe për momentin që nuk ka një kurë përfundimtare, ndaj mbështetja psikologjike për personin është thelbësore për të përmirësuar gjendjen e tyre. Ndiqni një mënyrë jetese të shëndetshme. Nuk rekomandohet marrja e alkoolit ose pirja e duhanit, veçanërisht për terapinë me medikamente që duhet të ndiqni. Përveç kësaj, është e dobishme të preferoni konsumin e ushqimeve antiinflamatore, peshkut dhe perimeve. Gjithashtu nevojiten mbështetje farmakologjike, të cilat duhet t'i merrni gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku. Mund të përkojë gjithashtu edhe në përhapjen e problemeve të tjera. Nuk është e pazakontë për ata që vuajnë nga artriti reumatoid të kenë edhe çrregullime të tjera si lupusi, fibromialgjia e të tjera. Për këtë arsye, mund të kontrolloni në mënyrë periodike problemin tuaj tek mjeku. Diagnostifikimi në kohë është çelësi për menaxhimin e shqetësimeve. Nëse diagnostifikohesh në kohë, artriti reumatoid mund të trajtohet menjëherë, duke zvogëluar gjithashtu mundësinë që ai të prek zona të tjera të trupit. Ilaçet janë një mbështetje e nevojshme për të kontrolluar sëmundjen dhe për të mos kufizuar ndjeshëm jetën e të prekurit.
Artriti shfaqet në forma të ndryshme, por gjithmonë me dhimbje. Fokusi i mjekëve është që t'i japën ndonjë lloj medikamenti për dhimbjen, që mund të jenë disa efekte anësore si përdhimbjet e stomakut. Fatmirësisht, sipas Healthline, ka disa bimë mjekësore natyrale që mund të drejtojnë dhimbjet e artritit, ku disa prej tyre do t'i rendisim në këtë video. Hithrat. Kjo bimë efektive mund t'i japë një lehtësim të dukshëm domethënës për të shëmurët me artrit. Mund të përdoret në rrugë topike ose në mënyrë të përdorimeve të brendshme. Nëse e përdorni në mënyrën e parë, mund të godisni zonën ku ndjeni dhimbje duke përdorur këtë bimë. Zjerja dhe ngrënia e hithrës si një lakër e egër gjithashtu ju ndihmon. Hithra përmban sasi të konsiderueshme të mineralit të borit që thuhet se ndihmon kockat dhe artikulacionet. Edhe speci i kuqdjegës mund të jetë një zgjidhje për shëndetin tuaj. Ngjyra e specit të kuq vjen nga një substancë e quajtur kapsaicin, dhe është kjo substancë që ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve të artritit. Kapsaicina vepron si një bombardues endofrinesh. Endofrinat janë analgjezik natyral të trupit. Nëse ju pëlqen ushqimi pikant, shtoni pak spec të kuq në dietën tuaj ditore në formën e salcave djegëse ose nëpërmjet shtimit tek ushqimi. Ushqimet dhe erëzat gjithashtu mund t'japin rezultate mjaft të mira. Ka disa ushqime dhe erëza që mund t'i përfshini në gatimin tuaj për lehtësimin e dhimbjeve të artritit. Këto janë gjinxheri ose xhenxhefili. Nëse pini një filxhan me çaj gjinxheri, thuhet se ndihmon kundër dhimbjeve të artritit. Funksionon si një antiinflamator, lehtëson dhimbjen dhe fryrjet e kyçeve nga artriti. Kurkuma. Kjo erëzë është e mrekullueshme dhe me ngjyrë të verdhë. Mund të shtohet në kerri, në supa, në oriz, bizele, sallata dhe pjata të tjera. Efektet e saj janë të ngjashme me të gjinxherit. Kurkuma gjithashtu ka veti të forta antiinflamatore. Origoni. Përveç se ka veti antiinflamatore, origoni ka famë të qenit një antioksidant. Hidhni një sasi të mirë të origonit të thërmuar te pica, shtoni në salcën e makaronave ose në gatime me peshk. Origoni mund të shtohet në një sasi të madhe të ushqimeve dhe gjithashtu t'i japë rezultate mjaft të mira në shëndetin tuaj të nyjeve. Edhe pse nuk ka recetë, mendohet se dieta mund të luajë një rol të mirë në menaxhimin e simptomave. Sipas mjekes Clarice Morrison, ushqimet e pasur me kalium mund të jenë kyçe në luftimin e artritit. Kaliumi në dietë ndihmon në balancimin e kripës së tepërt duke reduktuar mbajtjen e lëngjeve dhe ndihmon në përdorimin e duhur të kalciumit në kocka dhe në kyçe, citon ajo për ekspertët. Kjo mbështetet nga një ulëntim i publikuar në The Journal of Pain, i cili gjeti një lidhje midis niveleve të ulta të kaliumit dhe artritit reumatoid. Është përshkruar se personat me artrit reumatoid kanë edhe përqendrime dukshëm më të ulta të kaliumit në serum sesa subjektet e shëndetshme. Sipas pjesës së studimit, një grup pjesëmarrësish me artrit reumatoid përjetuan më pak dhimbje pas marrjes së suplementeve të kaliumit për 28 ditë, krahasuar me ato që nuk i morën. Prandaj suplementet e kaliumit gjithashtu duket se reduktojnë intensitetin e dhimbjeve. Por doktor Morrison këshillon që përpara se të nisni një udhëtim të tillë, përfshini 4 fruta në dietën tuaj që ndihmojnë në rritjen e niveleve të kaliumit. Burimet më të mira të kaliumit janë bananet, piepri, portokalli dhe kajsit, citon ajo. 100 gram banane përmbajnë 358 mg kalium, ndërsa e njëjta sasi e pieprit 267 mg kalium. 100 gram portokall ka 181 mg kalium dhe e njëjta sasi e kajsive ka 259 mg. Kajsitë e thata janë gjithashtu më të pasura me kalium dhe përmbajnë deri në 1162 mg në 100 gram. Artriti reumatoid mund të jetë një problem i cili i krijon shqetësime në trupin tuaj. Çdo shenjë që nuk e keni pasur më parë duhet ta adresoni me patjetër tek mjeku juaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.